shohim dhe presim çdo të bëhet më tej dhe ndërkohë që ndalemi tek një lajm i radhës. Po, shtëpi pensioni për të rinjt ekziston dhe po praktikohet. Bëhet fjalë për të rinj që sot gjithnjë më shumë po flasin për mbi ngarkesën, po tregojnë se në fakt ndjen shpeshherë të lodhur, ka nevojë për kohë për të marrë veten e për të pushuar dhe ndoshta për të pranuar rrethanat në të cilat ndodhen. Megjithatë, një nismë e re po tërheq vëmendjen në Malezi. Nëse secili këto i mendon me vete, por gjithmonë rikthehet ditën tjetër në punë, duke rigjetur edhe një herë arsyet pse po e bën këtë, në Malezi ka një formë tjetër të re që po zhvillohet për t'i ardhur në ndihmë të rinjve. Bëhet fjalë për një shtëpi pensioni, Youth Retirement Home, e cila nuk është për të moshuarit, siç edhe besoj e keni kuptuar, por për të rinjt e lodhur nga kultura e punës pandales. E themeluar nga një i ri, vetëm 25 vjeç, kjo iniciativë u ofron të rriturve të brezit Z, pra të gjeneratës Z, një pushim të plot nga jeta e ngarkuar. Për rreth $430 në muaj, banorët e kësaj shtëpie mund të qëndrojnë për një periudhë një mujore në një ambient ku nuk ka punë, nuk ka objektiva dhe nuk ka presion. Koncepti është i thjeshtë, por thellësisht kundër kulturës së njohur deri më tani. Të jetosh pa orare, pa lista detyrash dhe pa pasur asnjë pritshmëri. Vizitorët flen sa të duan, ushqen me vakte të gatuara në shtëpi, kalojnë kohën në natyrë, lexojnë libra, meditojnë ose thjesht rrinë pa bërë asgjë. Pushimi nuk shihet si luks, por si një nevojë themelore. Nuk e di nëse kjo është zgjidhja, mbetet për të diskutuar në mesin e ekspertëve, janë ata të cilët patjetër mund të sjellin aspekte të reja të kësaj veprimtarie në Malezi, megjithatë ajo çfarë ne mund të themi deri në këtë pikë është se të paktën nga çfarë kemi parë në rrjetet sociale, interesi ka qenë i jashtëzakonshëm. Të gjitha vendet janë rezervuar, çka tregon nevojën e thellë për pushim të rinjve, teksa ditë pas dite gjenden përballë lodhjes mendore mbi ngarkesës dhe mbase dhe mos përmbushjes së tyre në karrierë. Kështu që Youth Retirement Home nuk është më thjesht një vend për të qëndruar, por është një sinjal për të rikujtuar se brezi i ri po kërkon një mënyrë tjetër për të jetuar, një qasje të re, dhe këtë nëse nuk i ofrohet nga tregu i punës, e gjen në një formë tjetër, sikurse është të shkojë dhe të kalojë pak kohë në një shtëpi pensioni për të rinj.